manipuloj dhe të mbuloj problemet e shumta që ka qeveria Rama, duke qenë se po shkon drejt mandatit 4 dhe tashmë në këtë situatë ku është opozita, nuk dihet si do të shkojë gjithë kjo ngjarje. Për të folur për këtë çështje, në fakt kam kënaqësinë të kem në studio avokatin dhe një nga zërat më interesant, por dhe më të guximshëm në opinionin publik, i cili me veprat e tij dhe me aktet e tij, në fakt ka lënë dhe ka shënjuar përmirësime në atë se çfarë ndodh në jetën shqiptare. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Romeo Kara. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, Ermal. Avokat, do doja ta nisi me një prej diskutimeve ditën sotme, përsëri politik e re apo sezoni i ri, avazi vjetër, garda ka rrethuar zotin Berisha, zoti Berisha kërkonte të mirëte fjalimin, si e pe ditën e sotme gjithë këtë shfaqje për të quajtur. Nuk jam në fort ndjeni për detajet, se kam qenë në intervistë tjetër, para se të vije këtu. Por përgjithsisht pash titrat dhe titujt e lajmeve, dhe mjafton kaq për thënë që nuk surprizohemi, kemi një ditë të re, por me një avaz të vjetër, legjislaturë të re me avaz të vjetër. Bile kemi të njëjtat karroca, të njëjtat kuaj, të njëjtat karrocier. Pra asgjë nuk ka ndryshuar, përveç se jemi në një legjislaturë tjetër. Mendoj që nuk do të kemi ndryshime, për sa kohë do të kemi po këto forca politike, po këto kohë zgjedhor, dhe me gjitha po këtë mentalitet të votuesve dhe gjithë popullit, që është i nënshtruar dhe nuk i kërkon të drejtat e tij, po i lyp ata. I lyp në të gjithë filozofinë, dhe filozofia një nga 6 degët kryesore të saj ka etikën. Rekomandohet nga gjithë filozofët klasik, por edhe ta modern, nuk është mirë të lypësh asgjë në këtë jetë. Lutja i drejtohet vetëm një qenie hyjnore, kurse tek qeniet e tjera njeriu duhet të jetë reciprok dhe atë që i takon. Pra në bazë janë të drejtat e tij universale apo natyrore, që lindin nga vetë ekzistenca e tij si qenie umane, duhet ta kërkojë me dinjitet. Dhe ta trajtoj pushtetarin jo si sundimtar, po si shërbyes publik. Pra, po të kryejmë këtë lloj korelacioni, besoj se shumë gjëra do të jenë më të këndshme, do të kemi ndryshime në legjislaturën tjetër, besoj, dhe uroj që kjo legjislaturë të mos e mbarojë mandatin e saj, pasi nuk ka dalë nga votat e shumicës shqiptarëve dhe ka marrë vetëm 42% të gjithë votuesve shqiptarë. Pra nuk ka marrë as numrin minimal të mazhorancës, do të ishte 51%. Dhe të kemi një kod kur nuk votojnë mbi gjysma e shqiptarëve, të mos njihen zgjedhjet. Mos të njihen zgjedhjet. Kjo është shumë e ndershme. Është shumë e ndershme. Dhe ne detyrohemi ta bëjmë interesante politikën dhe t'i shkojmë atje ku është qytetari shqiptar, në migracion dhe kudo ku jetë, në majt malit, në fush, e kudo, edhe në burg bile, dhe ata të shprehen, të zgjojmë interesat e tyre, të shprehen për politikën. Kjo politikë ka shujtur shpresat sa shqiptarët e mendojnë që është dhe pa vlerë të votosh. Jo më pasaj që ata që kanë dashur të votojnë jashtë, që kanë qenë pavarur nga interesat meskine dhe presionet për bukën e gojës e vendit të punës, nuk janë lejuar të votojnë, dhe dyja partitë kanë meritën që mbajtën këtë kohë zgjedhor, u kujtuar me deme nga fundi që po bëjnë diçka me këto postimet, por në fakt ne kishim mundësinë që siç kemi 10 shërbime, mos them qindra me sistemin e ri online, dhe po vëm tani edhe programe kompjuterike për emërë ministra, të kishim një program i cili ta emërëm dhe atë ministrin e zgjedhjeve dhe në bante përgjithësi programi, edhe pse është për të qeshur kjo që them, po më mirë kishim vënë një gjë të tillë, dhe ai program do ta menaxhonte vetë
sipas kërkesave perëndimore, mjafton të kërkosh të bënte një kod zgjedhor dhe ta kontrollonte vetë ai program dhe të mos fusnin duar të shejtanëve dhe pandrejshëm partive. Fakt, Romeo, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, ditën e sotme, pavarësisht se ne po shkojmë një kaset vjetër, në anën tjetër ajo që ka bërë përshtypje ditën e sotme ka qenë fakt një ditë më para ka konfirmuar zoti Berisha Gazmend Bardhin dhe së bashku sot bashkë me Flamun Nokën, zoti Bardhi ka thënë jemi më të bashkuar se kur dhe kjo kuptohet tha që nuk do t'i vi mirë kundërshtarëve tanë. Apo japin mesazhe të koduara edhe për zërat kundër në parti, apo edhe për kundërshtarët e vetë politik, zoti Bardhi me zoti Noka, duke qenë se ata kanë pasur dhe akuzat forta me njëri tjetrin sot që janë të bashkuar. Si e shikon këtë mesazh dhe a e dekripton dot apo? Po që një njeri ta besosh që ato që thotë ka të vërtet, edhe duhet marrë seriozisht, duhet kemi një historik dhe prova më pashme që ky njeri ka thonë vetëm vërteta dhe i ka besuar ato që ka thënë. Fakti që Berishin e ka konsideruar babain e Zenit me shumë mëkate, edhe Murit i ka kujtuar pasurinë e tij, dhe në krahun tjetër Berisha ka kujtuar gjunarët e tij në Elbasan, me grupet e Elbasanit, dhe pastaj Gazi ka kujtuar prapë këtij grupet e Elbasanit, etj. Tregon që kjo është një retorik e cila është si konsum për momentin dhe që e vën dyshim më tepër bashkëpunimin e tyre. Megjithatë, në ato fjalë të urta popullore thonë që zakonisht pse thonë për njerëz që zihen, pse ziheni si shejtanë, themi ne. Po ku shejtan përqafohen dhe ka pas dhe një novel në Shqip dikur, e kam lexuar në vitet 70, ne duhet kemi mendjen. Pra, më shumë duhet hapur syt momentin që këta lloj njerëzish që s'kan lënë kusur dhe gjë pa i thonë dhe pa i bërë njëri tjetrit, na paraqiten si aleat të devotshëm për njëri tjetrin edhe të pathyeshëm. Pra, janë në një hall të madh edhe këta si duket në opozit, që harrojnë dhe gëlltisin ato që kanë dhënë nga goja e tyre dhe na servirin njëri tjetrin si miq, shok edhe koleg të besueshëm, ose na përcjellin mesazhin e forcës që do të bëjnë domethënë bashkimi i këtyre tre njerëzve që si kanë lënë kusur njëri tjetrit. Pra ta quaj koalicioni kusurit. Koalicioni kusurit? Gjë që nuk na emocionon as pak. Sigur i gjithë populli shqiptar